Gocat tonat preferume. Shqyr erdhi dikush që më përfaqëson dinjitiz, mirë. Në mënyrë dinjitoze. Ska gjë se dinjësisht. Binjakët janë shumë të mirë me fjalët, por në tjetër kohë nuk janë. Po, binjakët, Si ti vi, po. Do me thënë gojën edhe kanë edhe se kanë. Mua ma bën shumë qefin sot, sepse më thanë që do jetë viti gaforës, kështu që unë jam shumë optimiste. Tani, për të hyrë në temë, është Gerta dhe Ira nga binjakët, për të gjithë ju që jeni kurioz, kemi të gjitha shenjat, përveç ju Elës, duket që nuk e kemi ende. Ne të bëjmë një parashikim se si do të jetë rrugtimi i banorëve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, e cila sapo ka hapur dyert në datën 20 dhjetor, na bëri njerëzit më të lumtur, më të ngulur përpara ekranit, edhe më të mbledhur. Kemi filluar tani, fillon sezoni të mbledhurave çdo të shtunë. Ju i fërkuat duart, ka material për meme? Juela është virgjëresh. E gjetë ti, bravo. Ja gaforre duket që futet stalkeron direkt e ka ato, ti gjen gjërat. Gerta, afro pak te mikrofoni zemër, hënjer si ka qenë situata, si e keni parë këto ditë, si ju duk prajmi, fillimi dhe ai djeshmi, edhe si po ju duken banorët, a ka material për meme, ju a përmblodha të gjitha pyetjet në këtë fillim që pastaj të vazhdojmë me shenja. Me profesionin ton nga dhjetori edhe në maj, që është Big Brother, puna jonë e dytë, të lezetshëm, po unë vetëm të lezetshëm. Material për meme nuk kam pasur shumë të qetë. Krahasuar me vitin e kaluar që kishim meme që 2 ditët e para, se ishte ai madhërishmi i Zoomit. Që çiste me kamerën, çiste me ishin. Nuk është dikush që del edhe bën atë rolin e qesharakut, të themi, dhe prandaj nuk kemi Ilirin, po ai ka memet gati, domethënë mund të marrësh ato videot edhe. Mua nuk do doja ta mëshiroja, po më duket shumë i lezetshëm, më gjuna. Nuk të vjen gjuna ta bësh meme? Brikena është mashallah. Brikena është shumë e lezetshme. Shumë pozitive. Sex symbol. Sidomos është poliglote. Po, flet edhe kosovaçe dhe shqip. Gocat janë të gjitha të lezetshme, të bukura. Ato më po bënin pak më përpara që zakonisht Bigu njihet për këto romanca, të sinqerta apo jo nuk i dihet, po këtë vit me çfarë ndelihen këto goca. Nëse aty brenda vetëm Angelo do grua, të tjerët janë në rregull me sa duket. Edhe vetëm Angelo ka material për grua, duket. Çfarë do të thosh me këtë material, domethënë për të qenë boyfriend material, si e thon. Atë të tjerët nuk i shoh që të formojnë një lidhje aty brenda. Çfarë ka Iliri Mandër? Ka një grua. Ka një grua për jashtë. Po mund të ketë boyfriend material, çfarë? Është absolutisht. Jo, ai nuk flet burr me burr. Po. Iskreti. Që ta dish këtë gjë, domethënë. Po deri tani më duket nga goxha pozitiv. Kristi po. Domethënë shqyr që është Kristi aty brenda që po i sjell pak vërdall me ato. Kristin sa të duhesh vetëm nga dhëmbët e Kristit. Edhe dhëmbët po. Po tash sot tash një meme. Nuk mund të shkojmë direkt tek aparenca. Nuk është se nuk mos e thuaj, e lëm. Është pak kështu. Sa batuta donin të bënin me djesi. Është humor i zi. Me kë, goca? Me Kristin. Po e tha dhe vet ai. Domethënë nëse më përpara njerëzit më shikonin në sy për të më parë ngjyrën e syve, tani tha më shikojnë nga dhëmbët. Domethënë i paraprio. I ka të bukura, gjuna. I paraprio. Stin nuk më duket i keq, më duket sikur po bën shef, po është pak i heshtur. Është albinako i këtij sezoni, domethënë. Nuk e di kur do i filloj loja, po bëja dia të shakan që kur të vinë syze, do filloj loja, por që deri tani nuk po shohim ndonjë gjë. Po ha inat me Stenaldo, no? Po. Se Stinën ja hoqën syzet. Ama mos na fut këtë vorbu. A do ketë shumë zot na fal? Se kështu po shifja në rrjet. Batuta ime preferuar nga dje ishte kjo që rritet numri zot na fal, besim. Po, ai dukej që nuk e kishte problem, domethënë se e bëri edhe si shaka që në fillim, kështu që dhe ju a them unë që Stenaldo është një nga djemt më intelektual, më të lexuar, më i artikuluar, shumë i artikuluar ishte. Më cool, më i dashur, edhe të gjithë ne këtu në Top Albani Radio e duam. Dukej. Shumë. Edhe është një njerëz që ka ironi, autoironi, pra është një njeri që kur vjen të takon dhe thotë, "O, jeni këtu që se nuk të pash." Normal që ka autoironi. Prandaj do të thonë e prisja që ti ishte i aty dhe prandaj nisëm dhe dietë bënim këto shakat edhe pse njerëz filloi jo po ti, jo po kështu, fillon të na shajë jeni shkurta biçe, pse i shajnë njerëz tash ne s'po bëjmë asnjë gjë. Jo mirë se jemi shkurtra, s'ka rëndësi. Po
stating the facts, sa kupton. Po në fakt duke që ishte artikuluar. Shpresoj ta gjej veten aty dhe këta ti lënë ata hapësirën ta gjej veten. Jo ta mbajnë siç po mante Brikena dje. Absolutisht unë mendoj që Brikena ka super të sinqertë atë gjën që i qëndroi afër dje dhe po e mbante për krau. Po shpresoj ti lënë hapësirën e vet se mendoj që ai mund të marrë edhe para ata. Pra ai ka mbijetuar edhe pa Brikenën. Brikena sa për zhurmë, sa për tërheq vëmendje. Ka mbijetuar thon këta ai punon te Radio Deutsche Welle në Gjermani, është vetëm atje, kuptoni? Kam patur fatin që ai mund të më ketë intervistuar mbi 3 ose 4 herë këtu te Top Albania Radio. Edhe prandaj po mundu këtu maça e Brikenës që iku I hodhi pellushën. Nisa I tha që to ditë do më keni qef, pastaj më mbrapa mund edhe të mos më keni, kështu që kujdes. Sa do të tregoj që është binjak me Do doja në fakt binjakët nuk kanë shënuar më lehtë për të pëlqyer. Domethënë sa mund të janë antagonist. Po, sa mund të marrin aq formën e njerëzve, domethënë të përshtaten, aq mund edhe të tregojnë veten edhe Selini për shembull është binjakët. Është binjak, e tregoi në momentin e parë. Shumë. Faktikisht I mori për intervistë të gjithë, hapi show-n e vet. Shumë smart ajo. Unë do bëj atë të gjë, bika për Selinin. Pati dhe batutën me Amir, me afro. Me atë inxhinierin që është mbret te koka vet, kupton? Dhe qën attitudi si binjak që jam unë e kuptova që ajo bezdis që nga sjellja e tij që erdhi me atë unë jam lideri uluni të gjithë dhe aty ajo ngriti vetë unë thash binjake. Po, edhe tradhon fytyra. Megjithatë ata ashtu hyn, natë para ashtu hyn të gjithë. Unë do fitoj, unë jam gjithë. Jam njëshi sot për sot. Gjithë, domethënë. Kemi publicitet goca, bëuni gati. Bëuni gati. Kemi fol shumë. Ja ku jemi për të folur për shtëpinë më të famshme në Shqipëri, jemi me Irën dhe me Gertën për të diskutuar se cili prej tyre në bazë të shenjës që I përfaqëson apo karakteristikave që kanë, mund të jetë dominant ose mund të vazhdojë më gjatë në lojë ose mund të ketë pak drut më të shkurtra, të frera. Goca, ta nisim? E nisim. Jepi. Fillimisht do thoya me sa kam lexuar kështu rreth e rrotull, ky vit quhet si viti më I mirë për Gaforen, Peshoren edhe Luanin. Bravo! Goja! Bravo! Goja! Jo, unë kam lexuar Nikos. Do martohem unë do. Unë kam lexuar që binjakët nuk do kenë vit të mirë. Mos bëni kakofoni. Nuk. Ne patëm deri në mars njerëz sa të lëvizin Neptuni dhe Uranusi nga ne, nuk do kemi asnjë gjë, më vonë shpresojmë. 6 muaj I para ma do jetë pak më I mirë. Ç'o na bie? Maj prill, qershor, ta gëzojmë dhe pastaj. Okay. Këtë vit ka pasur. Unë kam marrë lajme shumë të këqija. Ke? Kam marrë me çka kam lexuar, do nuk kemi vitin tonë. Niko mos këmbgul, nuk keni fat. Niko vitim. Ky. Është Luani, Gaforia dhe Peshorja, largohu të lutem. Një janar tani fillon loja. Tani fillon loja. Dhe loja fillon me kë kemi të parin. Tani jepi Gerta. Un po them në bazë të kësaj çfarë thash fillimisht. Gafore kemi 3, kemi Loren, kemi 4 në fakt, Kristin, Angelon, Seno edhe Lore. Nga gjithë këto 4 gaforet Kristin e shoh më aktiv domethënë dhe mendoj që ai do eci goxha më gjatë edhe në Big Brother. Ka marrë atë rolin e antagonistit. I shkon shumë të rikë Po, I shkon. Domethënë është ato prisja nga ai, se duket nga këto persona ngacmues edhe gaforet meshkull ashtu janë, vlojnë pakurat, ngacmojnë njerëzit, I zgjojnë, domethënë, kështu që pres që ai të eci goxha më shumë nga kjo 4 gaforeve, domethënë. Si çdo vit unë ju rikujtoj që gjithë fituesit deri tani kanë qenë ose gaforë ose dash, janë shenja kardinale. Vjet ishte gjësi që ishte dem. Që bëri pak diferencën. Po deri tani Iliri dash, Gaforre Luizi dash Egla, Ceno. Ndërsa dash këtë vit kemi Brikenën edhe Vrenozin. Po. Të dy super pozitiva dhe të preferuar nga publiku. Po. Të vjen ti shash, më nuk bën dot asnjë. Po jo, pse ti shash. Më pëlqen shumë Brikena, më shumë drejtë deri tani. Shumë e mirë. She's the girl's girl, domethënë është gjatë gjithë kohës shumë e mirë dhe me gocat e tjera dhe me çunat, është pozitive se pjesa tjetër e gocave po zihen pak me njëra tjetrën. Është edhe e lezetshme ka batut. Po. Brikena ka qenë një nga zbulimet e mia në verë dhe jam tepër I lumtur që kisha fatin ta njihja këtu një mikrofon. Kohë më parë, më falni, dhe di të them që Brikena është nga njerëzit më të sinqert aty që mund të shifni. Duket I vjen e ciltër. Sepse çai vjen e thotë, domethënë dhe neve gjatë verës tek emisioni që ishim, kemi kaluar pa fund bukur sepse Brikena ça mendonte pa filtruar e thoshte. Po mirë, atë që tha që do doja të zgjohesha te vjerra, të laja oborrin.
Po? Mos i shih format seksi Pas është dorë të pakta të Mos i shih format seksi për Kenën. Jam tradicionale. Një vajzë për familjare. Do jetonte në bilisht në mes të kakërdhive dhe Po ndoshta jo bilisht, po. Nuk do jetë do jeton, askush nuk do jeton. Nuk ka Prishtinë, bante me vjerrën e vet. Pse jo? S'ka ndonjë gjë Në një shtëpi normale shqiptare mund të bëj punët e shtëpisë. Pra, Dash kemi Brikenën dhe Ilirin. Aha, këta të dy parashikohen si Gerta, pra Mendoj që do ecin sepse janë të lezetshëm, japin atë lezetin në shtëpi, s'ka nevojë për njerëz pozitiv aty brenda dhe të dy janë shumë pozitiv. Ilirin pastaj e mbështesin edhe se është shumë material për të pasur diçka, edhe nuk e godasin dot se është më i vjetri aty, domethënë të vjen pak keq. A nuk ju duket pak se ju e keni ndjekur që prej fillimit Bigun edhe jeni të dyja le të themi veterana. Jo, le të themi persona që e pëlqeni edhe si format edhe ndiqni. A nuk ju jep pak vibe-in e Merisheut? S'është negativ. Jo, më jep pak vibe-in ka qenë crazy Merisheu. Që ishte shumë funny, domethënë vonte situata, më jep krijonte e kam tenorit. Se mbaj mend Armaldo, maestros. E kam te pjesa që të dy dinë gatuajnë fasule abas. Jo, ideja është te pjesa që ishte funny e njërën tjetrën, por nuk është se zjati shumë në lojë. Meri mund të kishte zjarë. Meri mund të kishte zjarë, po kape shumë e njerëzit. Duhet pak ta ngacmojësh se gjithkohë. Ja, pra, u kapi Iliri sot, Pollciti. Nuk e dija e pat të fundit. Sot jo pra sa erdhëm nga puna, që ka kërcit Iliri sot. Të prest shajnë një. I thani Iliri dje nga Devolli e humbi. Shumë korçar këtë vit. Korçe. Jemi të mirë. Okej, tjetër kë kemi? Djali që hyri dje Stenaldo, po. Është binjakët. Mendoj që është mundësia që këtë vit ta fitojë një binjak. Komente. Pse jo? Pse binjakët? E para njërë gjithë komentet ishin shumë Fol. Këtë drejt. Sepse kur fillon Fatimir mbaron Bigu, kështu që mbase është aty fillesa. Mendoj. Komentet më sapash tani ishin pozitive, patjetër ai s'ka 24 orë që ka hyrë dhe do ketë ulet e ngritet e veta, por diçka shumë e re, mundësi që s'ka ardhur ndonjëherë, shumë i artikuluar, i zgjuar, pse mos ta fitojë një simbol i kulturës, jo një simbol i dikujt që është jo dhunës, po crazy, çmendur, kupton se ç'mund të kenë qenë deri tani. Diçka më e qetë, po të shohim sa do eci. Binjakët nuk janë dhe aq. Kë kemi binjak tjetër Zemra? Selin, po, edhe Selin. Edhe Mira më pëlqen shumë se nuk që kemi është më i favorizuar Stenaldo mendon. Patjetër. Selini është shumë mirë që Selini shfaqur direkt që javën e parë. Është personazh është vënë re. Por nuk e di se sa do mund të eci. Binjakët ose i pëlqejnë shumë ose i kanë inat. Kështu që nuk mund të jetë e keqja domosdoshme Selin. E keqja jo s'më duket. Më duket kështu si e hi. Domethënë ti e vuan këtë që o të duan në Turrën, se je një binjake? Jo, unë pak people pleaser. Do të më duan gjithë. Mos kenë çik peshore në brend gjyresh. Kam shumë që mos e paça. Okej. Po të kokën sigurisht po e kuptoj. Po, Miri është peshore. Miri është peshore. Të dy mirat janë Armir dhe janë peshore, po Miri i West Side Family më pëlqen shumë. Është personazh. Se kisha përshtypjen në Amiri Amiri e ka. Armir të dy. Armir janë të dy, po. Po jo Miri West Side Family, Miri tjetër ishte Gafore. Ne me zi e gjetëm se nuk është janë personazh shumë njohur. Njerëzit që na e thanë, të gjithë kanë gjendje civile në celular. Janë shumë njohur, ai është më i panjohur se. Po. Përveç asaj gocës që hyrë e fundit sa njohë njëri. Nuk ishte Gafore. Po peshore na thanë, se div. Tani është vetëm peshorja. Nga të dy kë kemi më interesante dhe të dy kanë një kështu të njëjtën energji, duan të jenë lidera. Po. Po kush është më lider nga të dy? Miri i West Side Family. Miri i West Side Family është lider sipas gocave deri tani. Lider i njerëzve, kurse Amiri është lider i grupit vet, mendosh? Jo, se është karizmatik. I kam parë që i mbledh ata aty, i tregon historik, duhet goxha fort që ti mbledhësh njerëzit edhe të dëgjojnë pak. Kurse Miri është unë i mbledh dhe më dëgjojnë në Ira. Jam një peshore. Na dëgjohet fjala. Kë kemi tjetër shenja? Kemi Luan Euginin që hyri. Mendoj që është Luani vetëm sepse kur bëm shenjat herën e parë, të gjithë njerëzit po shkruan në komente s'kemi Luan. Jo, po nuk bëhet big pa Luan. Ja ku e ka Luanin. Mendoj, unë kam shumë qejf personalisht, duke parë edhe në teatr, por edhe në për gjithë këto personazhe që ka bërë.
Dhe mendoj që do eci goxha shumë, domethënë është karizmatik, më pëlqen. A she mundsinë, domethënë si e ka Luani parashikimin? Mund të konsolidohet në një marrëdhënie për shembull Eugeni yni dashur? Po, mundsi opsione ka plot Eugeni aty. Ka, po. Gocat s'kan. Po pra. Insistoj që duhet çifte. Mendoj që po. Për Luanin siç thash është një vit i mirë, kështu që edhe nga ana romantike. Edhe nga ana romantike. E shihni potencial si po shumë herë. Është shumë herë, po që duke parë edhe personazhe. Kemi 4 muaj do vini prapë ose do se kemi shumë, po. Paraprakisht do. Jodin unis Ledionit Alithi që sa hyri, jo. Bën vakis është vit i mirë për Luan, do ndoj gjej shtëpi. Po dëgjoj. Jodi më duket edhe nga ato vajzat, me gjithë respektin, po më duket nga ato vajzat që mund të krijojë para lidhja. Nuk më duket lojtari vetëm. Shpesh janë romantik. Nuk më duket. Jodi, se kam Jodi më pëlqen shumë deri tani. Është shumë e lezetshme, ëmbël, të vjen bukur në ekran, i shkon shumë ekrani. Ndoshta duhet të jetë më shumë aktive se shoh që kur flet ajo të tjerët ja japin hapësirën e dëgjojnë. Do të ka një farë respekti. Kujt i ra? Po pra. Silja. Jodi. Pak muzikë, po nuk e sheh. Unë e shoh çift të funksionojë. Çift edhe unë e shoh, po këm tek nuk e shoh dot. Edhe unë e shoh. Po do të shoh çift i lezetshëm. Me kë? Me Malin. Me Malin? Jo. Po Lore në shihni çift. U Lore se shoh fare në shtëpi për momentin, një herë pastaj le çift. Domethënë nuk më duket si person që po përfshihet shumë. Është gazore. Ashtu është Lore, në fakt është e qetë si natyrë. Pra edhe nuk më duket edhe mimikat shumë shprese. Nuk më duket shumë formati përshtatshëm për të, mbase është person që është mësuar të rri me grupin e vet, në atë thuskën e vet dhe mendoj që mund t'i bëj shumë keq si format, po mund t'i bëj edhe shumë mirë për të përshtatur. Domethënë nuk e di, më duhet ta shoh. Sikur do dalin nga vetja. Po edhe nuk do lidhet sepse është gjallë lidhur jashtë. Gjë që e ka përmendur në shtëpi. Mbase shkon që e kam zemrën diku tjetër dhe nuk. Unë ka parë Angelon, çfarë shenjë është Angela? Angelo, çfarë shenjë? Angelo është vetëm material aty që mund të krijojë një lidhje e para dhe e dyta Angelo që sa hyri tha nuk u futa vjet sepse ma kanë sjell ftesën, por kam qenë i lidhur. I reagoi po. Ai do të lidhet, gjeni dikë të lidhet me një nga gocat. Po pra. Ai direkt. Edhe me brikenin po flutonte një ditë. Me brikenin, po ishte do brikenën ai. Një sekondë se kemi reklama goca. Kemi të tjera shenja, publicitet.